تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. حمد بين الله جل جلاله وجل شأنه. Salavatet edhe selamet tona I dërgojmë zotriut mësuesit njerëzijës Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. I nderuar I xhamat, hafizi I cili këndoi disa ajete në Kur'anin e Kerim në respektivisht suretut Tin, është Hafiz Samiu prej Shkupit. Është një gjallë prej gjemëve të popullit ton, I cili studion shkencat në bileximin e Kur'anit e Kerimit. Fakultetin e specializimit mbi artin më të bukur të leximit Kur'anit e Kerimit edhe llojet e leximit atij. Ato janë 7 lloje të leximit që kanë rrjedh deri te na grup pas grupi emrin e kanë mutawatir. 3 lloje të tjera janë llojet e leximit deri në 10, të cilëve na I thojmë qiraat mashhura në gjuhën e kursisë, shumë të njohura domethënë, kurse 4 janë qiraat shadha, e gjithsej janë 14 lloje të leximit Kur'anit e Kerimit. Gjali I cili lexoi para juve sot I studion këto shkenca në Kairo pranë Universitetit të Azharit. Pra, atë lexim që e ndigjut ju, e ndigjut nga njeni prej mjeshtrive, shqiptarve, musliman të leximit Kur'anit e Kerimit në rrugën e ative që ju bleni kaseta prej Arabie me ndigju ato të mëdhajt, ato mjeshtrit e mëdhaj, sikur Muhammed Rifati, Mustafa Ismaili, Khalil al-Husari, Minshawi, edhe tjerë me radhë. Allahu Jalla Jalaluhu jetë të gjatë edhe sukses në mësime inshallahu taala. Me ajetin 41 në suratun Nahl kemi met djena në rrugën ton të komentit të kësaj sure, normal si pas mrenda soazave të mundësive tona shkencore. I nderuar I xhamat, Allahu në Kur'anin e Kerim në këtë ajet që na vetëm fillum komentin e atij dje, edhe ka fundi I dersit I cakëm ja 2-3 apo 4 emna të disa burrave të cilët Allahu Jalla Jalaluhu indirekt I sjellin në këtë ajet, edhe tham, ato ishin Selmani, ishte Suhejbi, ishte Bilali, ishte Khababi, edhe kështu me radhë. Ato fjalë që I folëm gje për këto 4 burra që ja vëzu me emnin, edhe diçka spjegum për njërin apo për tjetrin, vazhdon për grupin e sahabave për të parin edhe të mbramin njeri. Këto fjalë që I kemi thënë gje në fundin e dersit, vazhdojnë për secilin gjallë të botës islame deri ditën e gjykimit, I cili shkel në gjurmat e sahabëve. Kjo është një faktor, është një shkak që Kur'ani I Kerimi nuk zan emna. Kjo është një shkak prej shkaqeve që Kur'ani I Kerimi nuk përmend emna. Për shembull me pas thonë, këtë grad e ka arrit me këtë vepër një njeri I cili e ka emnin Selman. Me I pasar dhe emnin Kur'ani I Kerim, ti për ti e kemi pastaj qetër mohabet. A do të kap kja ajetia, nuk do të kap. Allahu nuk e futi Selmanin me emën në Kur'anin e Kerim. Aja Suhejbin se futi me emën. As që e radhiti Khababin, as Ebu Bakrin, as Umerin. E pse kështu pra? Ai e la qel këtë faqen në Kur'anin e Kerim me au bo me dije njerëzis se këto nuk janë të parë të këti umeti.
Edhe nga ju pra është e lirë të dalin njerëz nga radhat e juaja që shkelin tokën edhe i bajnë punë të sahabëve, i kanë vlerat e ative nëse mundin me arrit. Pra rruga nuk është e mbyllur, rruga është e hapur. Po mos harroni nderuar i xhamat, se Allahu as Firaunit si apruni emnin Kurani Kerim. Ja ka pru Gallapin, po si apruni emnin. Allahu nuk i apruni emnin as Karunit, se ai se ka emnin Karun, ai është Gallapi ati. Allahu nuk i apruni emnin as Nemrutit, po i apruni veprën ati. Pra dhe për të keqen të këshive si avsolli emnat në Kurani Kerim, po i avsolli Gallapën. E la qeli edhe keton, edhe Rasulullah i tha, në kodin e të mirëve tha, methali ummeti ke methali l-matar, la yudra awwaluhu khairun am akhiruh. Ummeti jam janë si shivi, nuk e di ma kur të filloj e ban hajra kur të sosët. Ka pas burat mirë generatës parë, realitet mundën me ardhe dhe ma vonë të mirë. Se a në fillimin e shivit i ban bereqetit hajra në fund nuk e dim. Për në kodin e të mirëve, në kodin e të këshive tha, li kulli ummetin Firaun. Tha sejtë cili popull e ka Firaunin e vetë. O tha o Firauni Abu Jahl, tha Abu Jahl janë Firauni jem. Sejtë cili popull e ka Firaunin e vetë, me një fjalë, sejtë cili popull i ka të mirë të vetë, sejtë cili popull i ka të këshit e vetë. Qka pëndodhë? Ku përdojmë me dalë me këto fjalë na? Na përdojmë inderuar i xhamat, se muslimanët tash momentalisht më herët edhe më vonë janë në një shtypje shumë të dukshme, po punohet edhe po investohet me të madhe që prej radhave ative të mirë mos dalin. Po punohet edhe po investohet me të madhe që prej radhave muslimanëve të mirë mos dalin. Edhe ju prezenca juaj në xhami jeni për dikan shtypje. Edhe ju prezenca juaj në xhami edhe dëgjimi juaj kasetën, edhe derse që bën këtë xhami apo me një xhami tjetër, janë për dikan siklet, janë për dikan hypje e shtypjes gjakut. Ju rrini, ati ku jeni, ku i ka hip gjakit që ku e në ambulant për shërim. Ato që i kanë problem me shëndetin, ato ta shofin vetëm. Ashtë investimi rrezikshëm, që prej umetit Muhammed Mustafas mos prodhon Bilala mo. Ashtë investimi rrezikshëm, që umeti Muhammedit mos prodhon mo Khabbaba, mos prodhon mo Suhejba, mos prodhon mo Bilala. Qka po bëhet honë, qka po ndodhë, kur gjos po ndodhë, nas po shofim, ti s'po shef apo? Pra unë po të tregoj se me ardhë me mu e shef. Njerë pa të spjegu një njarje, se halas kam hinë dërsin e sotit. Njerë pa të spjegu një njarje unë, se njoni i thasho që të vetë, ishte viti 1932. Këtë njarje që i po e tregoj, nuk po e tregoj për nënshmim, po e tregoj për trezimin e mendës. Tha, që të vetë në bisid, tha, po vjen Arabarut. A i tha, jo, s'po një gjo, tha, kia të prej, prapi tha, po vjen Arabarut, 1932 viti. Tha, unë nuk po një gjo, tha, s'po ven. A i prapi tha, po vjen Arabarut. Atëherë filloj që që vetë me ngreh hunët, mos për një në valë erën e barutit, tha, nuk po ven, tha. Tha, mos i ngreh hunët. Nuk vjen, tha, me hunën tone, duhet me të dhonë temën. Me të dhonë hunën teme, tha janin. Aja kishte një erën e barutit luftës ditë botnore 1930 ditën. Se po, nga të po vjen, 8 vetë më herët, tha, po vjen Arabarut. E unë po thëmë pra, po investohet që ti më sjesh Bilal, po investohet që ti më sjesh Suhejb, e qka po investohet? A ke mundësi me nejtë të rinesër? Ta cekim vetëm një skaj prej skajeve të investimit? Kjo sa është më investimin ndërori gjëmot? Kjo është më invazion. Kjo nuk është investim, më investim ka qenë. Ta është invazion mo. Revista Kulla Arojës është një bombe invazionit për krishterizimin e popullit tonë. Revista Kulla Arojës. Revista tjetër, elementi tjetër, strajca, torba me libra në qafë të dera, është elementi invazionit. Shoqatat humanitare me emnin e Kingjit, të veshuna me likur të Luhanit, me likur Kingji, mrenda Luhan, janë invazion. Popullit ton, po i hapën spitale krishtere për pranimin e ati, për pranimin e popullit, për pranimin e gjemve, po i hapën spitale kishtare
e populli jonë po shiqon si I vdekur, edhe po lavdron, po thot, ja bile ato ape shef po hapin spitale, po ishtin gjemë të tonë mrena. Faleminderit dhe po ishtin mrena, unë tash po refuzoj as gjo, se s'jam këtu për me refuzu gjonat, po jam këtu për me I spjegu gjonat. A ke pregadit ti një spital për pranimin e vlezrive tant? A ke investu ti diçka që I vlau I jod në vend se të shkon në spitalin e kishës, të vend spitalin e gjamiës? A je gati me arte dera me të lip ndima për me pas një shoqat humanitare me emrin e fshatit tanë, apo emrin e gjamiës tënde, e pas taj kush të vene me lip, nus vene të dera jote a gje, po të vene të dera gjamiës, të dera shoqatës e ti fleni thua gjene, kemi hoxën gjami, ati është fondi, shkoni të dera a ju drejton, e ke bëket pun, jo se ke bëket pun, apo të dhimen vlezrit e dhe fmit që po shkojnë në salonat o në salat e podrumët e kishave, atje ku ato motrat medicinale, ato ku ato misionarët edhe misionarët, ju spjegojnë ative të parën ditë për bukën, ditën ditë për kryqin. Inderuar I gjemot, shokët e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ato që Allah në Kur'an ju tha, alladhina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu, ata që bërë hecën me Muhammed Mustafa në rrugën e Allahut pasi që ishin bëmë zullum mirë. Tha Allah në Kur'an I Kerim, lanubawwi'annahum fid dunya hasana, tha në këtë bot kemi me ju ndërtu shtëpin e bukur. Djek sa I shtëpis bukur, në fundin e dersit I tham në shtëpia e liris. Se s'ka shpi ma të modhe. Qerat mundën me qenë me podrum, me dhoma, me salona, me karika, me kejt. Mirë po, në ndërgjegje e mrenshme se shka pëndodhë në popullin tanë, ajo s'len mu knasht fotelën tënde. Problemet mrena që të ngacmojnë, s'lan me jetu mirë në ta. Tha Allahu Gjelle Gjelalu prej të mirave që I sjellë njerëzit në këtë dunjohun e njerëzve musliman janë di krijesore për të cilit para Ramazanin me një gjumo kemi full, respektivisht me 17 e mujt 6 në këtë xhami. Tha me di gjana Allahu tha kam pasunu njeriun. Mas këtive di gjanave qerat e kanë emnin standard. Mas këtive di gjanave qerat e kanë emnin luksuz. Cilët janë këto? Tha falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Tha Allahu të ibadet I cili zot javë ka bot mundun me ngran, mos me nejt unët edhe me qenë të mbrojtun, do me thonë me jetun liri, me qenë të mbrojtun, mos me pas gjithmonë dert se kur po të kris për krije. Tha këto di elemente, po për këto di elemente duhet me investu. Këto di elemente për të arrit duhet me investu. Di investime, njeni e ka emnin djerës ash u I bardh, qetri e ka emnin gjak ash u I kuq. Këto di gjana ash obligim me investu nëse don me pas shtëpin e madhe, nëse don me pas shumë dhoma, nëse don me pas kala, nëse don me pas vill. E din jetën vill çka është? Jo, ti e cëllën jetë e din? E din jetën në një shtëpi me një shporet, e din jetën me një sofër para shporetit, e din jetën me një koçak me 12 pula mrenda, me I shlu ato dhe me ju qit, e din jetën me një kali, po se din jetën vill. Nuk e din jetën me obor të rrethum, shka do me thonë. E din jetën në shkretin, po me obor të rrethum nuk e din. Nuk e din jetën shka do me thonë ti me flet gjallijot me trujt. Këtë jetë se kishi ju hala. Allahu Gjelle Gjelalu për këto pun flet në Kurani Kerim. U kri. Tha wala darul akhirati akbar. Po ajo shtëpia që e ka emrin ahirat për juve në atras, edhe me madhe dhe tjetë, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu. Wala ajrul akhirati akbar, sevapi, e mira, shtëpia, saraji, gjenneti, gjersit, knatësit, standardi, luksozi I gjennetit dhe tjetë edhe maj madhe. Po ajs luksoz I gjennetit ato të mira nuk I jipën ati që I rrinë rap, nuk I jipën ati që I rrinë kokër shpines edhe prit me jardh, I jipën ati që derdh diloj ujnash. Alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Tha burrat të cilët kanë bë sabër në këtë botë I meritojnë edhe ju jipën ative. Edhe kanë qenë në Allahun të mbështetun. Ajeti 40 din në suratun Nahl flet për di komponente. Kanë bë durim edhe janë mbështet në Allahun Gjelle Gjelaluhu.
Di gjana për ummetin e Muhammed Mustafas, për muslimanët bashkohor të pa kuptuara mirë. Me bon sabër. Edhe më njëherë i joni se ka gajle e merë u klugien, edhe e halon korën, thot bile hazër e hullume, ja mona, ja na mo, sabër ja kush. E di shfar sabri ke bon ti? Sabri jëtë e ka pas emnin frigë. Se ka pas emnin sabër. Sabri jëtë e ka pas emnin frigë deri tash. Tash ka fillu sabri jëtë me marë kadal në gjyrën e vetë. Tash ka fillu sabri jëtë kadal me upjek. Sabri jëtë ka fillu kadal që ti hemen, lirisht ke drejta me thonë se eventualisht, insha Allahu Teala, nëse vazhdon kiloj i sabrit, mos do të vjelim helbet pëm prej pëmës tonë. Prej sabri tash me ninu. Me ninu do me thonë me ba sabër me ninu. Duhet me ba sabër me u falë. Duhet me ba sabër me edhonë zeqatin. Jo me ba sabër e mos me edhonë. Me edhonë zeqatin. Aj që e ka dhonë zeqatin, ka ba sabër e ka dhonë pra. Me shku në gjihad. A me ba sabër e mos me shku i thojnë sabër si pas islamit. Apo me ba sabër e me shku. Si pas islamit i bojnë sabër, i thojnë me ba sabër me shku. Ama po të keshin be hoxho be, po të keshin. Aman be që këtë fjallë veç mos e përmen nise. Që kjo fjallë be zati neve nga të qoj poshtë be hoxha fendime. E pse nga të qoj poshtë, po tjerët po nin po morin vesh. Që mujahidin po delë tëne, shka me post, s'po të nimon ma kushi me këtë laf, po që ditë në bile, pse po hini këtu pari? Hajde po e lamë s'po him ka kjo derë pra. Edhe ato që s'dojnë mu falë kaderative s'pohim. Ato që s'dojnë me rinu edhe kaderative s'pohim. Rakit gjitë edhe kaderative s'pohim. Edhe kadera hajnave s'pohim. Edhe kadera shpionave s'pohim. Edhe kadera trautave s'pohim. Edhe kadera gjahilave s'pohim. Edhe kadera trimave s'pohim. Edhe kadera gjimertive s'pohim. Edhe kadera njërzis nuk pohim. Edhe nderën e amoralitetis po prekim. Edhe nderën e drogës nuk po prekim. Edhe nderën e hajduqve s'po prekim. E në cëllën derë po prekim pra. Në cëllën derë po prekim, inshallah kush do t'jemi në atë rast pra, kush jemi na? Në atë rast na jemi që të shka jemi, që për kur një sen krija Allah s'naha, bash për kur një sen s'naha krija Allah fiq. Na jemi këto që mas mrabi mas 30 ditve të derseve të nxeta val, mas motmotit të derseve të nxeta val, mas argumenteve me 1000 gradë Celsius temperaturën të thujmë na. Pasha zotin e lumha. Në knoqë mëra hoxha. Edhe o krijet. Këtu merë fun. Këtu mbyllën dirët e jo kalas, jo. Dirët e qitetit mbyllën. Këtu mbyllën dirët e dunjas. Këtu mbyllën dirët e ahiretit. Këtu lishot perdja e shilt. Këtu mshelët e roleti i gjamit të Slovenis. Mbyllët. Në po knaqëm mëra. Ftoft sa dysh. Pun hiq. Shi qirpi zotit pun hiq. Gjumë sa dush, vaj sa dush. U knaqëm? A u knaqëm, a thua nuk u knaqëm. Halas për e kemi qartë bashmirë. A thua u knaqëm, as u knaqëm, apo? Edhe do si kemi cek. Poplia sa dush. Qarshafa sa dush. Termo sa dush. Fmin dishek sa dush. Trin dishek sa dush. Edhe trin rrug sa dush, edhe gran ftoft sa dush, edhe burra nakëll sa dush, edhe familjen bor sa dush, edhe popull mraz sa dush, kejt sa dush, edhe kanon sa dush, edhe kanon sa dush, edhe dituri sa dush, edhe veqerim të hesapeve muhabeteve sa dush, lëvizje hiq, men hiq, për një me hiq, veprim hiq, ushtrim hiq. Tha Allahu në Kurani Kerim, në ajetin 40, alladhina sabaru, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tha mirë, këto burat e sahabëve që i pa kallzu Allahu në Kurani Kerim, pas kanë bën sabër dhe mbështetën në Allahun. Si kanë bën sabër pra? Tha në Kurani Kerim, suratul Ahzab, rijalun, idha kuntum turiduna an ta'lamu an sabrihim, sadaku ma ahadullah alaihi. Nëse doni me dit për burrat e sahabëve që shkanë bë sabër, tha sadaku ma ahadullah alaihi. Tha ato e vërtetun atë besën që ja patën thonë Allahu Gjelle Gjelalu. Fa minhum men qada nahbahu, do vdicën, wa minhum men yantadhir, e do pritshin me dek, wa ma baddelu tabdila,
Tha nuk e ndrun besën. Ato nuk u këthin. Problem, lufta e Uhudit shumë e rrezikshme. Nal takshirim shka po thot pakti atje. A me bo këta a mës me bo. Pakti po thot me prit pak, me prit, me bo sabër, me prit. Ta ato s'kish kësi pun. Dullën në Uhud e krin punën. Dullën në Bedr e krin punën. Tha Allah në Kur'an i Kerim me ledhina sabaru. Kanë bo sabër. Jo kanë bo sabër, kanë nejt. Kanë bo sabër, kanë hec. Me hec është me bo sabër. Jo me nejt me bo sabër. Me hec është me bo sabër. Na imi të spjegun këta jetë të sabrin e muslimanve, jo sabrin e tujve. Sabrin muslimani që ishë banë sabr. Në suratul Nur, Allahu Jalla Jalalu tha rijalun, la tulhihim tijara. Tha Allahu Jalla Jalaluhu burra kanë ato. Tregtia nuk i mashtroj fare. Wala bej'un an dhikrillah. As shit blerja sa i përket zikrit Allahu Jalla Jalaluhu. Ato në momentin më të rrezikshëm thojshin Allahu ma'na. Allahu ameneve. Allahu ameneve. Ato i ndihmoj Zoti për këta. O ju gjem të ri. O ju gjem të popullit tën të dashur. Ki ishte elementi kryesor për shkak të cilit Allahu ja zbriti ative ndihmën. Nuk është me veshmathje. Është me brendësi. Është me qëllim. Është me besim. Është me imanin e lidh me fell. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Edhe ta Allahu Jalla Jalalu të mbështetun. Si të Allahu të mbështetën? Çish mbështet me të Allahu Jalla Jalalu? Ahmed ibn Hanbelit i ka thënë njëri prej njerëzve, çka thuti për çat që rrin rat, edhe mbështetet në Allahun. Tha innehu ahmak. Tha çaj është ahmak si duni me ditë. Çaj që rrin rat edhe mbështetet në Allahun Jalla Jalalu. Tha kja është ahmak. E si janë mbështet ato, mbështet me edhe na. Ato u falshin mes tokës edhe ballit ative kur bishin sejdë veshin një hekër. Kështu ka qenë namazi sahabëve. Mes ballit dhe tokës vishin një hekër, u falshin. Çka ke vutin mes ballit dhe tokës mu fal? Një sejdë të bukur. Një sejdë të bukur, një sejdë të gjelbërt për nafak. Edhe atë s'po don me ngu prej hoxhës. Kam thonë njëherë në xhami se 55-60% të sejdave bajrakin e jahudive kanë të. Me i pru të xhamia keve ju kallxojmë cëlla. Me i pru këtë me thonë xhade këshire cëlla kjo. Këtë flamurin e jahudive e kanë mrena. Bajrakin e jahudive në sejdade, ati ku falësh ti se në Tajvan maror. Në Hong Kong maror. Në Tajvan maror ato, në Hong Kong maror, madje në Shina, i marojnë kinezët ato. O i nderuar i xhamat. Qelisit, unë s'kam që të sanë shka me thonë, qelisit e hec me muët e poshtë ndërs. Hec me muët e poshtë ndërs, për sabrin e sahabëve. Tha qka thuti, me pru Muhammedin ventan me të lëshu tije. Tha atje ku ashtë s'kam qef me hi thera, kjo atë fjale gjejt. Atje ku atë nejt 400 km s'kam qef me hi një therë në kom. Kjo ishte raketa me madhe qira në zemrën e Basufjanit. Me këta Khababi gjujti me raket tok. Ajo nuk ishte tok. Ajo ishte zemër. A kënë dëgju për raketat zemër? Ka në islam raketa zemër. Prej gojës, prej zemrës Khababi del e në zemër të Basufjanit eksplodon. Tha Basufjani masi e dëgjoj këtë fjalë, tha Muhammedit a gjeku atu nejtë s'kam qef me hini therë. Tha ma raitu ahadan yuhibbu ahada ka hubbi ashabi Muhammeda. Tha kur s'kam pa njerëz të e dasht vetin e të parin e vet ma shumë se çka po e dojnë të pa Muhammedin njerëz të vet. Do të thot edhe tonin që e ke të par, edhe atë që të mëson, edhe atë që të udhëheq, është një kusht prej kushteve me sakrifiku për te në emrin e Allahu Jalla Jalaluhu. Me sakrifiku me ditaj se këto njerëz që janë këtu në xhami nuk janë të zgjidhëm. Këto janë të lidhëm me zveti, këto nuk vinë veç për veti këtu. Këto vinë për veti edhe vinë për njëri tjetrin. Këto janë zbashku një. Kja është prej kushteve. Nuk vinë këto me zemrat dame, se s'ka musliman, s'ka mundësi me u emërtu me emrin e muslimanve, ati ke ardhën këtë kalabalëk ki ku hi, a ke ndaj tjetrit ke një pikë të zezë mrena. S'ka mundësi me emëritu ndihmën e Allahu Jalla Jalaluhu. Nuk e jepaj. Thonë të keqën ndaj njëri tjetrit kur ta hekni. Kur ta hekni të keqën ndaj njëri tjetrit, kur të mendoni vetëm mirë për njëri tjetrin. Kur ta arsjetoni njëri tjetrin atëherë, kur ta arsjetoni njëri tjetrin.
Ai që I ka gabu nda juve t'i gjoni 70 djarë si jetime. Deri në 70 djarë të arsi jetoni vlaun. El muslimu yatlubu lil muslimi 72 udhra. 70 djarë muslimoni gjonë arsie mës me sulmuat vlaun e vetë për gabimin. Tha jo, ka gabu pas ka pas fajn. Ka gabu pas ka pas vakt, ka gabu po ka qeni smut, ka gabu ndaj muhe pas e ka dit, ka gabu ndaj muhe po ka qenë burg, ka gabu ndaj muhe po ka qenë fukara, ka gabu ndaj muhe po ka qenë spital, ka gabu ndaj muhe po s'ka marr pjesë ati, ka gabu ndaj muhe po e ka rrejt ai qetri, ka gabu po ka qenë shpionum, ka gabu po ka qenë korruptum, ka gabu po ka qenë maltretum, ka gabu po ka qenë i inkorporum kus duhet. Kështu pra, 70 djarësie ti gjojsh për gabimin që e ka bo vllau ndaj tije. E jo hala pa u vërtetu gabimi me njëherë sulmi. Këto janë shkaqet e mos dashurijës tonë mes njëri qetrit, që kur kush kërkan sa është gati, as di fjalë me ja bajt. E tonë ai anmiku neve, ai qetri anmiki joni, a na njef për dikash, për diçka, jo, ai s'na njef për kur gjantën, na njef neve gutha, unë ke gutha i sejl, na njef shkum deti. Me bo sabër. Me bo sabër, nuk ka unë kam po baj sabër, më ka ra pika e ollukit ku i shijes në bërë, që di vet halal një lafë si ja kam thonë, edhe ka dalë për kaldhën sokak se ka bo betin e madhë. Pika e stras ku i shijes në mitë disë të borit për mbe për unë s'po foli. Po t'ja dhe për ketë për me fola. Që kur dalis dhe një ditë kur t'nim të folë se gjithë këtë akëll që ja bo unë e hitë s'po foli. Sa i miri, s'po folë këndër akëllit apo. Sa i miri, po këshire mush me folë edhe këndër ati pra, që ja ka bo akëllin që atëra e knaqë mirë apo. Sa i mirë unë s'po foli u dha këtë akull hitës për ngrej zonin. Edhe kundra ti që zbret shifin në qeremidja dhe benubor, edhe kundra ti kia. Ebu Hanifja, rahimahullah, një 20 vite me jehudien në borë, në 20 vite. Mas 20 vite me jehudia tha, a për shef që për ta shloj në borë, tha këtu i në flishtu në tije? Tha po, tha pëse s'pëm thu? Tha Ebu Hanifja, ti a për shef që për malishon? Tha po, pëse s'pe nëllë, pra? Mërej puna. U kri. Tha, apo e shef këtu inë që për ta lishoj në borë, që 4 vete, tha, po qish s'pe shë, tha, pëse s'pëm dhu kur? Tha, ti a për shef që për malishon, po, pëse s'pe nëllë, pra? Kështu pra krien punët, me njëherë, edhe ti mos i ta gjojnë shkojshien tanë shumë sabërlik si soji që ai kurs ngushtohet. Mos u ban komod tash ti me shku rakën Dunavën me ashtu na provuar se kujshien e kam sabërlik i svol kur ti banja çarë asaj punës sonë rregulle se te vorra ti pyetësh ai kujshia ajo prap niset për xhennet a ti mirësh me atë ujna ti duhesh me pipi ative ujnave me një vend dikun Allahu i ka shndruar që të sen ato ai thot në xhennet zakum i ka thon aty ujnave i ka thon hamim që të lang xhehenemin vash lang xhehenemi dush me pi prej ati uji dush me pi që kote shpia bani qare asaj pune qare bani më njerë regulloj ata regulloj më njerë uj dashur fjala sabër edhe kete përfshin fjala sabër edhe me unis për pjetë për kodre e përfshin e tash ti mendoj unë se ma nevoj se me unis për kodre s'ka për ti e tash momentalisht po kur po nisësh për kodre ku me dit këta asune se di mdo këtë që as ti se di. Po kalojmë në ajetin 43 në Kurani Kerim suratun Nahl, tem pas teme, fjal pas fjale, regull pas regulli, Allahu në Kurani Kerim tha, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Tha përpara ja Muhammed, çka kemi çu njerëz me vahi, që i kemi zbrit kitab, kanë qenë këtë burra. Kanë qenë këtë burra. Prej kësaj ulemat nxerrën një ligj tanë se s'ka pas pejgamber grua. Është e vërtetë se s'ka pas pejgamber grua. Pejgamber këtë burra kanë qenë. S'mundet pejgamberi me qenë grua. Sipas Islamit kanë nxjerrë ulemat një ligj ka thonë, a mujtën shtetin Islam me udhëheq gratë? Me dal me votu një grua që të na udhëheqë neve 1 miliard e sa jemi musliman, s'mundet. Pejgamberi jon ka thonë, kështu ka thonë, hadis, ka thonë, njerë ai popull i cili ju udhëheq një grua. Një grue
Njëra i popull i cili e ka pru punën mës me gjet një burr, po me gjet me ju dhesh një grue. Të na vllaznit e tonë Maqedoni, para se të fiton këto votat e fundit që ti shkrujtën në gazet një dit, një mërzi e shkrujtën në gazet. E shkrujtën një mërzi në gazet, me gjermat mëloja të zeza. Thanë ato, vetëm na shqiptarët pa gra në parlament. Se burrat e knaqën dhe mek. Ato burrat që ka shku në parlament, ato e banën hal banën, shti vetëm na pa gra, se na dhe gratë, kur ti qojmë parlament, po bitisët e jonja, na tamam, na po dalim në kodër të jesarit ma. O i dashur, o vllavi jam i dashur, a i ke kri kejt punta, na jemi musliman, neve na mundon një gjë e tillë, neve na mundon një gjë e tillë dhe jemi na të hapën për këtë punë. Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tha mirë ai popull, të cilin popull e udhëheq një grue. Kjo këtu, kjo pik, nuk është pik në nçmuse. Ne e dim kur ta ndëgjoj njerëzit ma xhan thonë, po çe këshira shef, çe çfarë fe po ju predikojnë xhallart. Po thot ki, gruaja s'ka me shku në parlament. Ki hoxha po thot. Ki hoxha sa shto thon ashtu. Ki hoxha ato thon, mirë ai popull që e udhëheq një grue. E po mirë, shka je pra të thonë? Jam të thonë, njera i popull që udhëheq një grue, e ato se kanë një burr me udhëheq. Se ne kanë gjetë një burr me udhëheq, qatë jam të thonë? A se ketë qarta? Një Pakistan e udhëheq Benazir Bhutto, një Turqi e udhëheq Tansu Çiller, një kudiun e kush e udhëheq, a një Margaret, një Angli, një grue e udhëheq. Me cëllën drejt këta më zdvanona këtu, me të drejtën se edhe ajo i ka drejtat e veta, po i ka drejtat e grave, ama të burrave si ka. Kështu qartë, i ka drejtat e grave, ama i ka drejtat e burrave, jo, kjo puna është e burrave. Mësë qëtit një pra dhe pak po vanohemi këtu. Mësë që habit fakti me qertë popuj, se të ato gratë duhet me udhëheq të qertë popuj. E di pse gratë duhet me udhëheq, se ato s'kan pas problem me udhëheq gratë pse s'po din burrat. Po pse po pin burrat? Pin burrat, i argjojnë parët, gruja s'po pi pak ma gjallë një kashore, ajo po ishti parën në qonë, thot, qëti 5 mark, 5 mark. Am aben 2 mark, fund si shkja. Kështu është puna. Një mramje 2 mark e gjimës mi be këtu. Ske, një piv ki me pi edhe një Coca-Cola, 2 mark e gjimës mi be. E tash, s'mi be 2 mark e gjimës. I han dishpullat në zetan mramje, edhe i han me të vërtet. Unë sënë po të biqin një video këtu me talishu, tu i hangër dishpulla, po ti hece shef du njonë, i han. Pra a gje gratë du të me udheq, se burat janë ma poshtë se gratë. A gje në të udheqin gratë, se burat shumë poshtë pi grave janë. A te na jo, na jemi nalt, na jemi të veni jonë, na jemi mu në vend tonë, na jemi mu ku duhet. Te na gratë udheqin gjepin, te na gratë udheqin gjepin e udheqin mirë ato, ani sa ta shprazin gratë gjepin të ne, mushin të krarë. Se, pa kështu ashtë, ne jemi një popull shumë i gjallë, ne jemi një popull shumë i këndshëm, ne jemi një popull i hapun, i qelun. 5 vllazën i kanë 9 gjepa të na. Kjo a mirë, kur s'kan gjetë ku me përkun, nësa në këduhonit. Shka lidhin denga. Se s'ka vend, plot, po kja a bletës i ka hije me ushtu, kjo a punë e mirë, kështu na donë Allahu Gjelle Gjelalu. Për nga Marion tha me një hadith, të na kahu, të ka thëru, fe inni, ubahi, bikumul umama, jau me l'kijama, martohuni, shtohuni, se me juve ju lavdrohen popujve qerë. A i tha, ma kanë hap perdën e të msheftës mu e tha natën e mirajit, tha pash një pengamer veç vetë. Kështu tha, e pash një pengamer veç vetë. Tha pastaj e pash një pengamer, një gjemate kish me veti. A i që kish besu ati vesh një njeri. Tha pash pengamer, unë e natën e mirajit ma hapshin perdën mu e 10 vetë një grupe vogël. Tha kur kam shiqun shmajt me një vend ka anë e majt, tha e pash zi. I tha Zhibrilit, këto kush janë? Tha naloja Muhammed Musugut, tha, këto janë gjemati Musës. Tha, këshirë njaft, tha kish qenë hapsin e mushun, edhe ma horizontin nuk e pash fare prej njerëzve. I thash, po këto? Tha hadha ummetu Muhammedin, tha kja është ummeti Muhammedit. Tha gjemati jem e këshin mbush plot hapsinën, gjemati jem, ata që bojnë fmi,
ata që e rritin umetin, ata që kanë. Kështu a puna jonë. A jo, të ato, zbanë të ato kështu. Të ato se të ato kosmodiski funksionon. Funksionon kosmodiski edhe disa diske tjera funksionojnë për me metë qashtu qisha. O, i dashur, këto fjalë që po i flasën tash momentalisht. Nëse ke arrit me i kuptu, nëse ke arrit me dit, se shka po folim na, shumë ke fitu prej dersit sotit. Shumë ke fitu prej dersit sotit. A ke pa, të më falni, ta shti jeni këto edhe të gurbetit edhe të shpijes. A ke pa fëmijën e agjejt, a ke pa që shash sa miri veshun e shfar kolice, e shfar tesha, a ke pa sa i sarita? A ke pa më i spari se sa aja shi mrëllt. A që ka 3 vetë në kolic, a mrëll, pishti. A mrëll, se nanën e ka të mrëllt, babën e ka të mrëllt, si ka pa ato të kesh. A i ki pa këto tonë të nakull, a i ki pa. A i ki pa këto kejve medal shti kundrat ju redhin, kejve, terim nja. A e ki pa faqet këtive që shfare i kanë. Këto janë me shpu, me fërfëre, këtu në tabanës gjaki i del. Edhe kejt janë busqeshën, kejt keshën, angri ama keshët. E pse keshët ki? Babën e ka busqeshës, nonën e ka busqeshës, agja i kesh ati për para, ati i kesh sokaku, ati i kesh i njerës të mahallës, ata kitë mahallalit e dojnë. A keni pa cullin tonë mahallës që dojnë? A i po ju pes juve që i një këtu në pushim dimnit, a donë cullin e mahallës diku sha gjej, njef pika i ka nonën e babën a dajta. Këtu e dojnë halkit nipin, këtu e dojnë halkit stërnipin. Ashe vërtet se në katun tonë ashe adet zakoni moqëm një pate katunit keq shpijat i dojnë, ashe realitet? Ju thuni sa ashe realitet. Veç e versin, shka i e këtu anipa, buneari shpijës bëhot. E shko më rëvesh, kja populli jonë, kja është edukata jonë, kja edukata jonë, na i kanë lakmi qertë me na ditë se kështu jemi. Po për fatë për na ditë ndrishë, si po na shofi që s'ka shumë me hangër edhe kerat mirë, po mendoj se mo këtu kur gjo s'ka. Jo, palatat edhe villat edhe rrugët edhe autostradat e semaforët e generatorët e kemi na pak rrimën të lisht natën, po rrimën e Vllaznillëkit e kemi shumë të fort. 50 burra na qirin rrinë mazdarke edhe knoqën të kesh. Ne jemi qëtër kush, si dokët që kam dal pi teme atëherë e prish kejt mo, mund midis temës jam. Na jetin shka kam nisu në e vazhdojmë nesër, ape? Pra vazhdojnë e këta, kultivon e këta, dune cullin e huj, dune cullin e juv, rrit në ata edhe rrit në numrin e ati. Rrit nëse, ma në fund me numër do të sosët. Ma në fund, ma i sbrami, intenca e fundi, me numër do tjetë. Këtu s'ka qëtër problem, unë për pes juve. Në statistika, ka për e më shefim? Kur na njehen neve njëherë moti, ish në unë i ri atëherë para të 4 vetëve. Moti, kam qenë shumë i ri 94-ën. Në i shkrujtën lopt, sa lopi kije, sa kuvali kije, traktora kije, pluga kije, vlaqa kije, edhe më pat vet a i që më shkrujti mua kini pula. Kejtë që ato qerat së murën vesh më numërin e lanë sa ka, sa s'ka, vesh të numërin insanve dulë tha një problem të folë që njerëzit. Të numërin njerëzve po dojnë me të mshesa i e sa si e. E po shka pas ka pranë këtë botë, shka kana ma interesant? Qenë ka ma interesant ti me pas një gjep e 2 fmi. Kjo është ma interesant botë. Me pas një gjep e 2 fmi në ta. Shidet, të më falni, po e thjeshtojmë shumë. Një fmi kryen ma tonë, njoni kryen këton, kam të ditë midis. E kur gjosh, kush e di shka jam të dash me thonë shtja thu? A i që i pëj përkun 3 vjeqarë. Urdza ma ta, urdza këta. Familje e mirë, familje me perspektiv, familje me ardhëmëri, kjo e ka kuptimin. Familje me ardhëmëri, familje me bereqet. Atje ku jeni ju të punu, a që njonin kauç, në fotel këton, njonin matan, di, njonin në 90 vet, njonin në 94. Tu dit lindëm në qetrin shekull a gje. është villu asa të rënkën. Qështu asha një? Unë po të më piuj. Po që pi, bro? Ajo familje, ashtë më në fund, ashtë familje të ushtera, po. Kurse të na ashtë qëtër. Njoni t'i lipuj 6 vetë që unë. Popull, trazonu, freskoni.
freskoni rripni, bani bereqet, mellni pemë, sa të muni se gjelbrimi është i mirë, jeshilja është i mirë, me jeshil në bom i mirë, mellni pemë, mellni, sa të muni se jeshilja është freskim, mushknit jetojnë mirë, koka jeton rahat. Neve Allahu na don kështu, o ju të ndershëm, e pastaj dalin burra. Allahu në Kurani Kerim nuk ka thonë mashkit. S'ka as një ajet që i ka lavdru mashkit. Allahu në Kurani ka lavdru burrat. Nuk ka thonë dhukurun, nuk ka thonë mashkit, ka thonë burrat. E prej mashkjeve inshallah lindin burra, po me kusht. Nëse ju mjell një pemë, u duni mi i ki mirë ato, jo vesh me mel e me bi për mi u dhe i mu bo helaq i gjinve, po duhet me i ki ato, duhet me u jit, duhet me i ki, me ju i dis mirë, me eduku mirë ato pemë që ato tjenë për një me pemë që qerve që ju esin sinin to. Vlazrit të dashur, këto skiderë i sodit, mund gjimës të Ramazanit, ashtë këfasat për atë që ka përcije dhe për atë që ka dvene. Me moje, i thojnë Shqipë, me oj, me frinja që ka përci, edhe me frinjë këtë që ka dvene, se duhet mi frinjë do punë. Cullë të ditë kur morin, di fmi kur morin të ditë 5, njoni di ma pak, njoni ma shumë, po të ditë 5, njoni e ka 500 e frinjë, e mërë të modhe 500, qëtëre e mërë një 500 vesh këtoje. Qëtëre e mërë të frinjë, kështu janë punët, edhe notët janë kështu, edhe derset janë kështu. Pra, Allahun Gjelle Gjelaluhu po e lusim në këtë masi që ndije për fund 55 minuta u krip. Po e lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shan. Mësë pari që neve këtë ditën e sotit në e banë kabul. Edhe të në banë kabul neve me ta. Edhe një nimit në i pranon, edhe të në pranon neve. E lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu për shtimin ton. O Zot shtona. Edhe shtonaj. Shtonaj të mirat. Edhe shtona neve, po marsona, mos na le neve shumë tonë në rrugë, o Zoti ma, se ti ke mundësi, se shumë rrugë edhe ajo sa në regull, po shtona e në shin, shtona e në binor, ndihmona që na ta frimzojmë popullin tonë, ndihmona që na ta mësojmë popullin tonë, ndihmona që na ta trezojmë popullin tonë, ato ta dinë se ki treni jonë, për ku anis për shkak se me vite ka nejtë në garë, ingrati treni jonë, me vite ka nejtë në lavra, e ndihmona o Zot me gjemte tonë të nojmë në binor ata, e pastaj ka kush me vozit ata, e vozit mina, sa të i nismi trenin me vagona, ka kush me vozit inshallah me izin Allah, ama ajnë lavër nuk del mirë, ajnë lavër nuk hetë, se ashtë jo ligja i me hetë në lavër. Vlezër të nderuar me kaqë, na inshallah nesër do të takomi me një ders krejtësisht, ndoshta pikti sodit qëtër ki ka një frimarje, ki nuk ka ders në soazat e këtive kejt, po ka një frimarje, e inshallah Allahu na i ban nasib që edhe në fushat qera marim frim ma lirë, marim frim pak ma gjan, marim frim në arën ton, marim frim bachën ton, me ka që inshallah ta'ala nesër takomi pra pasi dhije, lillahi l-Fatiha.